Ju kujtohet juve thirrja e parë? Thirrja e parë ka qenë në terren, nuk më kujtohet mirë, për kam qenë në ndomje. Ne kishim 3 pika, një në ndomje, një surrel, një në fushpezë. Po Valbona, Tomori, këto janë ama kishë i gjë. Në qofë se të dilte emri, për shumë Shpati, do lije çdo transmetim do të përgjigje atij, sepse prosupozoj që ishte i madh i fare. Enver Hoxha, në sakt. Kishte një emër që unë e mora Shpati, sepse atë të ka pas në luftë. Por mund të kishte një pseudonim tjetër, po të dëgjonim atë transmetim, do më thënë që ishte radisti ati, do linim çdo gjë tjetër, do t'i përgjigjeshim atij. Enver Hoxha kishte radistin e tij? Po, Enver Hoxha ka pas radistët e vet, edhe Mehmet Shehu kryeministri, edhe Kadir Zbiu, po i themi ministri brendshëm, edhe shefi shtetit përgjithshëm. Komunikonin ata atëherë edhe kur u bënit? Ata jo. Kurse antarët e tjerë të byros politike i kishin kur lëviznin, kërkonin, mund t'i qonin, mund të mos i qonin, si të mas... Çfarë kërkonin ata? Mund të kërkonin një radis, për shumë që nëse do kishte një problem që t'ishen korrent me situatën, por në përgjithësi jo, të tjerët. Për ta pasur çdo gjë në kontroll. Ta kishin me detyrim, ta të 4. Ishin me detyrim. Shokët tonë ka qenë, e kupton? Janë miqtë tonë, shokët tonë. Tani, ne ecim për asgjë nuk ndryshon nga mbeturina. Nga mbeturina dhe të vjen keq. Tani, kjo është ai degëzimi që ju thash, këtu futesh tunel, është një 100 metra, dhe i ketë ndara me klasa. Unë këtu edhe kam marrë mësim, edhe kam dhënë mësim. Këtu kam marrë mësim kur ka qenë ushtar, dhe në vitin e dytë kam dhënë mësim. Sepse isha instruktor, arrita ishte nivel shumë i mirë, edhe i jep edhe. Kjo ka qenë dhoma e partisë, si quhej. Dhoma e partisë? Ku bëheshim mbledhjet. Ju merrnit pjesë në mbledhje? Po patjetër. Çfarë diskutoja e sa kohën? Po gjithë më barbajtjen e punëve në ushtri, gjithmonë ka probleme, ka gjëra, stërvitja. Tani, duke qenë se këti është më pastër, unë mendoj se ne jemi nga të vetmit që kemi hyrë. Këtu është një klasë tjetër. Po, këtu është ndarje tjetër, këtu është klasa e ku shkoni instalimet anësh, në klasa ushtarëve të vitit të dytë. Këtu bëshin stërvitje ushtarëve të vitit të dytë. Çfarë ka më tej? Më tej është klasa e radisëve të vitit parë, ata që vinë të rinj. Duhet teksuara që radisët e rinj që vinë, kryesisht ishin nga Tirana. Kjo për arsye kuptohet, sepse ishin niveli arsimore, niveli kulturor, niveli komunikimit, ishte më ndryshe.